brenda dhomave sekrete të shtëpisë së bardhë. Kjo është shtëpia e bardhë, dhe këtu ka shumë më tepër se sa do të shohim ndonjëherë 10.000 njerëzit që e vizitojnë çdo javë. Kjo është një ndërtesë që është ndërtuar për kriza. Në lëndinat e saj të mëdha dhe fasadën ikonike, ndodhet një shtëpi e bardhë brenda shtëpisë së bardhë. Një botë e fshehur e ndërtuar për të mbajtur qeverinë në punë, kur gjithçka tjetër dështon. Dhe në një emergjencë të vërtetë, ajo botë e fshehur mund të jetë vetmja gjë që qëndron midis rendit dhe kaosit. 100.000 njerëz, e them dhe ende se besoj. 100.000 zemra që kanë zgjedhur të jenë pjesë e këtij udhëtimi. Kur e nisja këtë kanal, nuk kisha asnjë ide se do të arrinim deri këtu. Ishte vetëm një ëndër, një dëshirë për të ndarë diçka të vogël, me shpresën që dikush diku do ta ndjente. Por ju e kthyet këtë ëndër në diçka të vërtetë. Çdo koment, çdo pëlqim, çdo fjalë që më keni shkruar, më ka dhënë forcë. Ka pasur momente kur isha gati të ndaloja, dhe pastaj lexoja një mesazh nga ju, dhe kuptoja pse nuk duhet të dorëzohem. Tani, dua të shkojmë edhe më lart. Të sjell më shumë përmbajtje, më shumë vlera, më shumë dashuri. Por për ta bërë këtë, kam nevojë për mbështetjen tënde. Nëse ndonjëherë ndihesh se përmbajtja ime të ka bërë të ndihesh mirë, të ka frymëzuar, të ka prekur, të ka bërë të buzëqeshësh, atëherë të ftoj me gjithë shpirtin tim të bëhesh abonent mbështetës i këtij kanali. Jo për luks, por sepse çdo ndihmë e vogël më jep mundësinë të vazhdoj të krijoj, me zemër, me dashuri, me shpirt. Ti nuk je vetëm një shikues, ti je pjesë e kësaj historie. Shtyp join dhe ecim bashkë në të kapitull të ri. Faleminderit që më besuat, faleminderit që jeni këtu. Në fund të vitit 2001, Amerika ishte në sulm dhe zëvendës presidenti Dick Cheney po futej me nxitim nën tokë në një bunker që shumica e amerikanëve as nuk e dinin se ekzistonte. Quhet Qendra e Operacioneve të Emergjencës Presidenciale, ose PEOC. Ai ishte me fat që ishte atje, sepse për pjesën më të madhe të historisë së saj, shtëpia e bardhë nuk kishte një plan të tillë, dhe pothuajse kushtoi vendit gjithçka. Në fakt, është një mrekulli që shtëpia e bardhë është ende në këmbë. Arkitekti James Oban imagjinoi një rezidencë modeste dhe transparente ekzekutive, shtëpinë e bardhë që shihni. Ai nuk ishte ndërtuar as një kalim të fshehtë shpëtimi apo strehimore në ndërtesë, të cilat u rikthyen për ta përndjekur atë në vitin 1814, kur britanikët i vuan flakën dhe lanë dëme që do të zgjasnin për më shumë se 100 vjet. Pas sulmit të papritur në Pearl Harbor, shërbimi sekret më në fund të arriti në përfundimin shqetësues se shtëpia e bardhë nuk ishte ideale për mbijetesë. Nuk mund të krahasojmë me bombat moderne. Për ta përkeqësuar situatën, nuk ishte asnjë plan për ta çuar presidentin në siguri, nëse shtëpia e bardhë sulmoi ndonjëherë, as strehimore, as rruga ratisjeje. Nevojiten përmirësime të mëdha. Kështu, para se të mbaronte viti 1941, filloi ndërtimi jo në një, por në 2 projekte nëntoksore. I pari ishte bunkeri në cilin Dick Cheney do të futej me nxitim 60 vjet më vonë. Ky është krahu lindor dhe PEOC është afër, shumë nën tokë. Bunkeri ishte, në fillim, një vend i vogël, vetëm 40 metra me 40 metra. Megjithatë, ai kishte akomodimet e nevojshme, një dhomë mjekësore, ushqim dhe ujë që mund të zgjasnin me ditë, dhe një sistem të pavarur energjie me gjeneratorë dizel, të gjitha të mbrojtura nga mure betoni 7 metra të trasha. FDR nuk mund të duronte vendin. Ai u ankua për erën e keqe të naftës dhe lagështirës. Për fat të mirë, nuk do të qëndronte kështu për shumë kohë. Së shpejti do të evoluonte në përgjigje të një kërcënimi tjetër. Jo ati nga Japonia, përkundrazi, atë të vitit 1814. Dëmi nga djegja dhe 150 vitet e banimit tani filluan të gryenin seriozisht integritetin strukturor të shtëpisë së bardhë. Ajo kërkoi riparime të gjera gjatë mandatit të dytë të Harry Truman. Bunkeri ishte vetëm një nga gjërat që u ribën. Ai u zgjerua për të bërë PEOC modern. Por ja ku gjërat bëhen interesante. Në vitin 2018, një grop u hap në lëndinë veriore. Ishte një pamje e shkurtër se sa shumë është zgjeruar ky bunker dikur i thjesht me kalimin e viteve. Shikoni me kujdes. Gropa shikon poshtë mbi beton rezistent ndaj rrezatimit mbi 100 metra të thellë. Zbulimi përputhet me idenë se PEOC evoluoi gjatë luftës së ftohtë për t'i dhënë presidentin një shans luftarak për të mbijetuar një sulm bërtamor. Nuk e dim se sa i madh është bunkeri poshtë atij betoni tani, por këto foto të bëra prej tij kur Dick Cheney ishte atje, zbuluan një dhomë mjaftueshëm të madhe për të vepruar një staf i plot. 16 persona mund të uleshin në tavolinë, megjithëse duke e ngushtë.
Ish zonja e parë, Laura Bush, zbuloi gjithashtu pak rreth kësaj në kujtimet e saj të vitit 2010. Sipas saj, kishte dyer të mëdha çeliku që mbylleshin me një fshkëllim të fortë për të formuar një mbyllje hermetike dhe shumë televizor dhe pajisje komunikimi. Duket më shumë si një bunker i luftës së ftohtë se një suite presidenciale. Dysheme të vjetra me pllaka, tuba të ekspozuara dhe një shtrat që dukej sikur nuk ishte prekur që nga vitet 1940. Laura tha se dukej sikur kishte qenë aty që nga koha e FDR-s. Si presidenti, ashtu dhe zonja e parë, thanë jo dhe u kthyen në rezidencë. Me sa duket, ato ishin të gatshme të merrnin rrezikun. Filloi ndërtimi në 1836 dhe krenohet me themele të mëdha graniti dhe kasaforta shumë të sigurta. Është aq e sigurt sa që u propozua si një stre emergjense që në vitin 1861. Nëse më keq do ndodhte gjatë luftës civile, generali Winfield Scott hartoi plane për ta përdorur atë si një fortesë të fundit e presidentin Lincoln të fshehur brenda. Por kur Amerika hyri në luftën e dytë botërore, një nga kasafortat e saj u bë veçanërisht e veçantë. Ndërsa shërbimi sekret po ndërtonte bunkerin e shtëpisë së bardhë, ai po munonte gjithashtu për ta zhndruar një kasafort të braktisur, një apartament me 10 dhoma për presidentin dhe shoqëruesit e tij, të ndërtuar vetëm nëse linte nevoja, ndërsa po ndërtohej bunkeri. Në fund të fundit, ndërtesa e thesarit është shumë afër krahut lindor të shtëpisë së bardhë, pranë bunkerit. Thjesht shikoheni në lart. Tuneli supozohet të jetë 761 metra i gjatë dhe mund të shihni një pjesë të tij. Shikoni nga afër pranë aneksit të thesarit në rrugën e 8. Kjo rrugicë midis dy ndërtesave ishte një përpjekje anësore e tunelit të thesarit dhe fotografitë nuk i bëjnë drejtësi sa ai sigurt është në të vërtetë. Ka një portë të papërshkrueshme nga demonët dhe një kiosk të shërbimit sekret, rezistente ndaj plumbave të ndërtuar direkt në mur. Pra, mos mendoni të përpiqeni të bëni një shëtitje atje pa autorizim. Ndërkohë, në anën tjetër të shtëpisë së bardhë, po gdhente një lloj tjetër kalimi sekret. Një jo për bomba, por për manovra politike. Mund ta keni vënë re deri tani se bunkeri dhe tuneli janë pranë krahut lindor. Por, siç e kemi parë tashmë, shtëpia e bardhë është gjigante dhe presidentët kalojnë shumë kohë këtu, në krahun perëndimor, në anën tjetër të ndërtesës. Në fund të fundit, aty mbaron dita e punës. Çfarë ndodh nëse atje ndodh një emergjencë e papritur? Shërbimi sekret thuhet se ka menduar këtë gjatë kohës së presidentit Reagan, konkretisht se si ta mbronte atë nga një sulm i mundshëm terrorist. Pra, ka një tunel pranë zyrës ovale. Tani, me sa duket, hapet nëpërmjet një paneli të fshehur në një mur pranë tunelit pranë zyrës ovale. Zbulon një shkallë që të çon poshtë në një korridor të ndriçuar mirë. Ka dy dalje, njëra të çon në një dollap depozitimi në rezidencë, tjetra të çon në një zyrë në bodrumin e krahut perëndimor, që dikur ishte berberhanja e shtëpisë së bardhë. Ndryshe nga peoca e epokës së luftës së ftohtë, kjo nuk ishte për të mbijetuar një sulm bërthamor, ishte dera e pasme personale e Reaganit. Ai me sa duket e përdori atë për të transportuar ish presidentin Nixon në një takim të politikës së jashtme, pa njoftuar shtypin. Por krahu perëndimor po fshihte diçka tjetër, diçka shumë sekrete. Në vitin 2007, kjo ndërtesë e bardhë u ndërtua papritur pranë krahut perëndimor. 3 vjet më vonë, u ndërtuan këto garde misterioze. Ky ishte një projekt aq i gjerë sa lajmet bashkëore e quanin gërmimi i madh i shtëpisë së bardhë. Administrata Obama e minimizoi atë si një zvendësim të domosdoshëm të sistemeve të infrastrukturës. Deri në vitin 2012, si gardet ashtu edhe ndërtesa e bardhë u zhdukën. Askush nuk e di se për çfarë shërbente ky projekt. Por spekulimet ishin se ndërtesa e vogël ishte një qendër e përkohshme e të dhënave, operacionet e së cilës që atëre janë zhvendosur nën tokë. Ajo që dim është se ka një staf të dedikuar vetëm për të mbështetur këtë infrastrukturë sekrete. Është mbi 100 persona. E gjithë struktura duhet të mbahet në riparim. Rryma e saj elektrike të funksionojë edhe gjatë EMP-ve dhe të pastrohet nga rëmuja për të lehtësuar lëvizjen e shpejtë. Jo të gjitha dhomat sekrete të ndërtuara në shtëpinë e bardhë, që nga viti 1814 janë serioze. Nuk ka shumë kuptim të jesh president nëse nuk mund të argëtohesh pak në pasurinë tënde të madhe të financuar nga taksapaguesit. Presidenti Trump ka një buton caktuar në zyrën ovale. Jo, nuk është ai për cilin po mendon. Kur ai e shtyp atë, është një urdhër që dikush t'i sjellë një dietë kokë.
Por kjo nuk është e vetmja gjë e ëmbël në dispozicion. Presidentët shumë kohë para tij kishin një dhëmbë ëmbëlsirash, aq shumë sa ka një dyqan të dedikuar çokolatash në rezidencë. Ekziston gjithashtu një kuzhinë ëmbëlsirash, që jo vetëm përgatit ëmbëlsira presidenciale, por edhe ushqim për personalitetet tuaja. Çdo gjë në shtëpinë e bardhë ndihmon në funksionet qeveritare dhe ushqimi mund të jetë një pjesë jetësore e diplomacisë. Kur mbretëresha Elizabeth II erdhi në vitin 2007, stafi i ëmbëlsirave planifikoi 6 muaj më parë, dhe kjo ishte një vizitë nga kreu i shtetit të aleatit më të ngushtë të Amerikës. Rreziqet ishin shumë më të larta 20 vite më parë, kur kryeministri sovjetik Mikhail Gorbachev erdhi në shtëpinë e bardhë në 8 nëntor 1987 për finalizimin e traktatit të forcave bërthamore me rrezë të mesme. Si pjesë e shtytjes diplomatike, shefi i atëhershëm i ëmbëlsirave në shtëpinë e bardhë, Roland Mesnier, i paraqiti Gorbachevit një pjatë frymëzuar nga Kremlini me akullore vanilje mjalti, me një parfait çaji si për një bazë çokolate. Marrëdhënia midis Reaganit dhe Gorbachevit ishte e fortë dhe traktati zgjati deri në vitin 2019. Pra, ndoshta ka diçka për të thënë për fuqinë e një dhëmbi të ëmbëlsirave dhe infrastrukturën për të përmbushur kërkesën. Megjithatë, dyqanet e çokoladës dhe ëmbëlsirave nuk janë më të ngarkuara gjatë rasteve shtetërore. Pjesa më intensive e punës është gjatë Pashkës, kur prodhohen këta lepuj të mëdhenj me çokoladë. Në fakt, kuzhina e pasticcerisë dikur e plotësonte një qytet të tërë të Pashkës me një popullsi lepujsh. Mbi 400.000 njerëz morën pjesë në rollin e vezëve të Pashkës në shtëpinë e bardhë, dhe fëmijët dhe niprit e mbesave presidencialeve nuk bëjnë përjashtim. Por ka një vend shumë privat ku familja e parë mund të riqet, një stre e përkohshme nga nxitimi i jetës publike. Por kjo është shtëpia e bardhë, dhe edhe dhomat më shqetësuese ndonjëherë mund të bëhen serioze shpejt. Nixon thiri një takim familjar atje në vitin 1974 me lajmin se do të jepte dorëheqjen. Ky episod zbuloi kontraditën që është dërtuar gjithmonë në vetë shtëpinë e bardhë. Shtëpia e bardhë ishte parashikuar si rezidenca modeste, por e rahatshme një kreu shteti të zgjedhur për një republikë të thjeshtë. Kjo është arsyeja pse James Oban nuk ndërtoi kalime sekrete në të në fillim. Tradita vazhdon. Institucionet republikane duhet të jenë pranë njerëzve, dhe kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz kalojnë nëpër shtëpinë e bardhë çdo vit, por vetëm nëpër disa pjesë. Ka të tjera në këmbët e tyre, të cilat për hir të tyre duhet të shpresojnë të mos kenë nevojë të përdoren kurrë. Mirupafshim për tani.